Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në vlogun tem. Sot kam vendosur t'ju tregoj pak nga rutina ime e mëngjesit si ne, ashtu siç është në të vërtetë, pa filtra, pa rregullime dhe pa perfeksion. Sepse jeta e një nëne nuk është gjithmonë e bukur dhe e qetë, por është vërtet e lodhshme. Zgjohem herët, shpesh edhe para se të bie alarmi, sepse fëmijët zakonisht zgjohen vetë. Ndonjëherë jam ende shumë e lodhur, sytë mezi i hap, por prap qohem sepse e di që ata kanë nevojë për mua. Përgatitem shpejt dhe pastaj fillon dita ime e vërtetë me fëmijët. Në mëngjes zakonisht janë të përgjumur, ndonjëherë çojnë, nuk duan të zgjohen, nuk duan të vishin, nuk duan të hanë, ka shumë ankesa, shumë jo, shumë lot dhe unë mundohem t'i bëj gati sa më shpejt. Ka momente kur lodhem shumë, kur nervozohem pak, kur ndjej sikur nuk kam durim, por prap mundohem të buzëqesh dhe t'i përqafoj, sepse e di që edhe ata janë thjesht fëmijë që kanë nevojë për dashuri dhe siguri. I ushqej, i ndroj, i vesh, i kri, dhe ndonjëherë duhet t'i vesh nga 2 herë sepse ndotin rrobat. Ka ditë që gjithçka shkon me stres, por ka dhe ditë që qeshin bashk dhe i harroj lodhjet për disa minuta. Kur më në fund i bëj gati, i uli këtu në sallon që të luajnë me lodrat e tyre. Aty fillon pak qetësia ime. Ndërkohë që ata luajnë, unë mundohem të rregulloj pak shtëpinë, të sistemoj lodrat, të laj ndonjë, të bëj ndonjë punë të vogël dhe më në fund mundohem të pi një kafe, edhe pse shumicën e kohës ftohet para se të përfundoj. Ka momente kur ndalem për pak sekonda, i shikoj duke luajtur dhe kuptoj sa shpejt po rriten. Dhe aty më kap një ndjenjë e çuditshme, lodhje por edhe lumturi, sepse edhe pse jam e lodhur, edhe pse ndonjëherë nuk kam më fuqi, zemra ime është plot. Nuk është gjithmonë e lehtë të jesh nën. Ka rrëmuj, ka zhurmë, ka net pa gjumë, ka ditë kur nuk ke as kohë për veten, ka momente kur ndihesh e vetmuar, kur mendon se askush nuk e kupton sa e lodhshme është. Por ka edhe shumë dashuri, shumë përqafime, shumë puthje, shumë mami të dua që ta shoqërojnë çdo lodhje. Kjo është arsyeja pse dua të ndaj këtë me ju, jo për të treguar një jetë perfekte, por një jetë reale, një jetë me kaos, por edhe me shumë dashuri, një jetë që ndonjëherë të lodh, por që gjithmonë të mbush zemrën. Nëse jeni prindër, jam e sigurt që do ta gjeni veten në këto fjalë. Do ta kuptoni çdo emocion që po e them. Nëse nuk jeni, mirë se erdhët në botën time. Një botë e zhurshme, e lodhshme, por shumë e bukur. Faleminderit që ndani këto momente me mua, që më mbështesni dhe më bëni të ndihem pjesë e një komuniteti kaq të bukur. Dua t'ju dërgoj të gjithëve dashuritë e mirënjohjen time.